Sot rreth orës 10 është raportuar për një zjarr në një shtëpi banimi në qendër të qytetit të Prizrenit në afërsi të shtëpisë së kulturës Xhamali Berisha. Si pasojë e zjarrit, një fëmijë rreth moshës 1 vjeç ka humbur jetën, ku dyshohet se vdekja ka ardhur si pasojë e tymit, ka njoftuar përmes një komunikate për medie zëdhënësi i drejtorisë rajonale të policisë Shaqir Bytyqi. Ai ka bërë të ditur gjithashtu se 3 fëmijë të tjerë janë shpëtuar dhe janë dërguar për trajtim mjekësor në emergjencë, ku po marrin kujdesin e nevojshëm shëndetësor. Ndërkëtë shefi i repartit të emergjencës në spitalin e Prizrenit, Dr. Hekuran Veçgishti, tha se në këtë institucion është sjellë një fëmijë pa shenja jete nga një shtëpi që ishte kapluar nga flaka. Mjeku i emergjencës ka konstatuar vdekjen e fëmijës i lindur në vitin 2024. Nga i njëjti rast në repartin e pediatrisë janë sjellë 3 fëmijë të tjerë me moshë 4, 6 dhe 10 vjeç si pasojë intoksikimit nga tymi. Gjendja e tyre është stabile dhe ata po trajtohen në repartin e pediatrisë, ka thënë Dr. Veçgishti. Po, rreth ora 10:25 në emergjencën e spitalit përgjithshëm Prizren është sjellë një fëmijë moshës 2024, vitit 2024, pa shenja jete, nga një shtëpi që ishte kapluar nga flaka. Fatkeqësisht ishte pa shenja jete dhe në emergjencë vetëm është bërë konstatimi i vdekjes së tyre. Nga po i njëjti rast, 3 fëmijë të moshës prej 4 deri në 10 vjet janë sjellur në pediatrinë e spitalit tonë. Sipas mjekëve pediatër, gjendja e tyre është stabile dhe janë në monitorim të vazhdueshëm të tyre. Shkaqet e zjarrit janë dokumentuar nga organet kompetente dhe do të vërtetohen pas përfundimit të procedurave hetimore.